kundër luftëtarëve të lirisë. Kjo është e tmerrshme, është pa imagjinueshme që sot të kemi kaq njerëz që dënonsojnë ata që na kanë sjellë. Po si është e mundur kjo? Ata që na kanë sjellë lirin. Disa natyrisht kanë kërkuar që të ndryshojnë qëndrimet, kemi qenë të intimiduar, kemi qenë të mashtruar, mirë po në qoftë se keni ndjek me vëmendje sot avokatin e Hashim Thaçit, ai e ka dridhë Hagën, sepse tha as pak profesionistë nuk tregohen prokurorët e prokurorisë. Për hir të së vërtetës po. Për hir të së vërtetës, pra marrin dëshmi nga informacionet panslave, pra të informacionet e shërbimeve panslave, dhe ndërkohë që mbrojtja ka figurat më të shqura të NATO-s. Pra këto janë profesionistë, ata janë profesionistë. Pra kjo ishte ajo, do të thënë që mos ndalem në teknikalitete, po natyrisht është epoka para gjyqit. Në qoftë se keni parasysh Suleman Vokshën, është epoka tjetër, pra epoka shqiptare para gjyqit. Dhe ne kemi bërthirrje që politika shqiptare e të gjitha trojve etnike të bëhet bashkë për të mbështetur ushtrinë çlirimtare djemt që ndodhen në Hagë, sepse nuk është në pyetje Hashim Thaçi apo Kadri Veseli. Është në pikpyetje kauza e drejtë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që realizoi thash ëndrrën 600 vjeçare të Dardanisë antike, çlirimin e Dardanisë antike. Po kjo s'kishte gjë me të tmerrshme zotëri, se sa di thuash Hashim Thaçit ke dëgjuar këngën e Adem Jasharit. Mora fjalë. Pra, në qoftë se edhe Adem Jashari do të ishte gjallë, do të ishte edhe ai në akuzë. Në qoftë se dëshmorët që kanë rënë, do ishin gjallë, do ishin gjithë në akuzë. Pra, është ushtria çlirimtare në akuzë, sepse është një akuzë politike. Pra është më e thellë dhe më e gjerë situata se thjesht një akuzë ndaj një personi. Pra sepse kush e ka shliruar Kosovën kriminalët. Se kështu i bie. Është e tmerrshme. I kam parë edhe reagimet e institucioneve, e të përfaqësuesve të shqiptarëve në përgjithë trojtë etnike, e ndoqën nga Malizi. Po. Se sapo u ktheva nga Malizi, dhash fjalën dhe erdha. Të falenderoj që e ka misionin. Tani e dënojnë aktin e prokurorisë. Të bëjnë thirrje, zotëri, 17 shkurt është betejë midis panshqiptarizmit e botës slave, botës serbe. 17 shkurti do t'i mbledh gjithë shqiptarët në Prishtinë. Aty ku do të jetë organizimi i radhës. Po, është dita historike, liria ka emër. Jo politik, por drejtësi. Pra, i ftoj drejtuesit e institucioneve që janë përfaqësues dhe të gjitha trojtë etnike të bëjnë thirrje, nuk është thjesht dënojmë aktin e turpshëm, bëjë thirrje për krahasve tu. Unë para disa ditësh isha edhe në Podujev, isha edhe në Junik, që ndëruam luftëtarët, pushkën e parë të lirisë quhet, Zahir Bayaziti, Akif Zenullau, Edmond Hoxha, ishte edhe Zoti Kurti. Aty të shtëpia Akif Zenullau i kërkuan Zotit Kurti që të mbështes luftëtarët e lirisë. Një njëjta gjë u kërkuar edhe në Junik, nga motra Edmond Hoxhës. Pra është moment historik që Kurti, unë e takova edhe kryeministrin, është moment historik që Albin Kurti të bëj thirrje mbështetësve të vetë, anëtarëve të vetë vendosjes. Është moment pajtimi i madh. Pra, është koha e Anton Çetës. Dhe kush në pajton? 17 shkurti dhe UÇK-ja. UÇK-ja ka dëshmuar se jemi një komb e kemi një histori. Kurti e nisi mirë, sepse u dha përgjigje disave që kanë bërë deklarata, në për emisione televizive, madje janë përpjekur që të krijojnë një filozofi kombi kosovar. Kur Albin Kurti tha 2 shtete, 2 pasaporta, 1 komb. Tani 1 komb, një histori, po me 17 shkurt, të gjithë shqiptarët du qenë në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Kjo është thirrja juaj. Kjo është thirrja ime. Dhe gjithë shqiptarët kanë një moment historik, po them edhe herë, nuk mjaftohet me deklarata, e dënojmë, e denonsojmë, por thirrje të gjithë mbështetësve, të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, është koha, është moment kritik, sepse e theksoj edhe njëherë epoka para gjyqit. Sot i ka dhënë mbështetje
edhe presidentja e Kosovës,